Pika e 8, projekt ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Pika e 9, projekt vendimi për ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar për shqyrtimin dhe për zgjedhjen e kandidaturave të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pika e 10, diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Pika e parë, miratimi i procedurbalit të seancës së datës 9/10/2025. Procedurbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje për procedurbalin? Nuk ka vërejtje, miratohet. Mos bërtit, urdhroni. Zoti Sheaj. Zoti Sheaj. Tani, zoti kryetar, kjo është seanca e 8. Unë këtu kam rendin e ditës për ditën e sotshme. Në 8 seanca, zoti kryetar, ju nuk keni arritur të zbatoni rendin e ditës që ju keni caktuar. Nuk e di sepse ka patur një skenar nga ana juaj për ta mbyllur apo jeni të paaftë. Por sidoqoftë, zoti kryetar, nëse nuk jeni në gjendje të zbatoni urdhrin tuaj, jepni dorëheqje, është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e bëni dot, sepse 8 seanca janë të mjaftueshme të tregonit që jeni në gjendje të drejtoni punimet e këtij kuvendi. Nëse nuk jeni të aftë, nëse nuk dini ta bëni, jepni dorëheqje, zot. Kjo nuk është një fjalë për procedurbalin, kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 4 akte të reja, 1 nga Këshilli i Ministrave dhe 3 nga deputet, si dhe 2 interpelanca. Titullet e çështjeve depozituara i gjeni në sistemi këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare në kuvend. Ju njoftoj se në kuvend nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë depozituar 2 vendime për dhënien e mandatit deputetëve, kandidatët listës shumë emërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, zoti Besnik Brahimi dhe zoti Shkurt Lasku, pas krijimit vakancës në kuvend nga dorëheqja nga mandati i zotit Tom Doshi dhe zonjës Sabina Jorgo. Sot në datën 16/10/2025, në mbështetjen e nenit 13 të rregullores, është mbledhur Këshilli për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin për të verifikuar mandatet e deputetëve të zgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Raportin do ta paraqes zoti Bledar Çomo. Fjala për zotin Çomo. Faleminderit kryetar.